qëndrim që ka pak ndryshim në terminologji të përdorur për sa i takon qeverisë. A e lexojmë? Qëndrimi është i njëjtë. Jo, është pak më ndryshe. Pak më ndryshe në terme është më ndryshe. Terme po, koncept është i njëjtë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, mori pjesë në takimin e thirrur nga Presidenti i Republikës së Kosovës në përpjekje për gjetur zgjidhje për dal nga kriza politike dhe institucionale 3 mujore e vendit. Pa kuvend, pa qeveri funksionale, pa drejtim dhe si rrjedhoi pa përgjigje për brengat e qytetarëve. Lidhja Demokratike e Kosovës e konsideron obligim politik, moral dhe kushtetues të paraqesë qartazi vizionin dhe qëndrimin politik për tejkalimin e krizës aktuale. Kriza është pasojë pa aftësisë së partisë së parë për të krijuar shumicën parlamentare, zgjedhjen e kryetarit dhe konstituimin e kuvendit. Çdo përpjekje për të funksionalizuar institucionet pa një shumicë të tillë nuk është tjetër veç se përpjekje për të imponuar arbitralisht dëshira politike partijake mbi realitetin politik. Sekondemi insistim kokfort dhe me vetdije për të përsëritur procesin e dështuar për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit për herën e 16 nuk jep asnjë zgjidhje. Lidhja Demokratike e Kosovës vlerëson se gjendja e tërheqshme nuk mund të vazhdojë deri në pafundësi. Çdo vonesë në ndërtimin e institucioneve, çdo ditë me një qeveri në detyrë që vepron përtej kompetencave kushtetuese deri në shkelje të rënd penale, është dëm për interesin e qytetarëve dhe cënon rendin kushtetues institucional të vendit. Me qëllim të zgjidhjes së krizës, Lidhja Demokratike e Kosovës ka dhënë propozim për krijimin e një qeverie gjithëpërfshirëse, kalimtare, me mandat dhe detyrime të përcaktuara të qartë. Kryesia e LDK-s vlerëson se propozimi i LDK-s për zgjidhjen e krizës është më i përshtatshëm dhe i shërben interesit të vendit. Lidhja Demokratike do të vazhdojë të jetë e përgjegjshme dhe do të sillet me maturinë në drejtim të zgjidhjes së krizës. Lidhja Demokratike fton gjithë partitë që të mbështesin idenë për një qeveri gjithëpërfshirëse kalimtare, si rrugë më e mirë për të zgjedhur krizën e thellë. Po kushtim, veç një fjali se po më duhet me thonë për këta miqtë e mi në LDK. Çështja është që mirë, i përgëzoj për idenë, për vullnetin e mirë, se s'paku për qitë simbolikën që e kanonë hajde bombe dhe në herë bashke për Kosovë, krejt për i kuptojmë nga këtu, heroizmat e tyne. Por është një problem këtu. Pa vetëvendosjen, pa Albin Kurtin, pa vullnetin e ti, nuk bëngat vetë jo. E Albin Kurti ka letra në dorë. Për më bo qeveri kalimtore ose jo, ose me quvenin zgjedhje. Si ka tjetër kush qelësat e qytetit, përkatësisht qelësat e qeverisë. Shtetit për i bje. Sa në gjepë i unë qelësat, për me vetit e ka për parim Roma. Kryeministri ishtë kryeministri Kurti, që janë detyrë aktualisht qelësat e qeverisë në shpipe i mo. Okej, shkoj me pyetje ta, shkoj pak me pyetjet, i përfshi pak kështu. Jo, zona Fatime deshin një fjalita. Jo, po unë bajtova apo për qelësin e qytetit. Jo, për qelësin e qytetit, për pjesën që nuk e ka të qartë as vetë për çfarë janë pozicionuar. E kujtojmë kur zoti Abdixhiku fillimisht tha që ne nuk jemi për një qeveri që nuk është stabile dhe 4 vjeçare. Që do të zgjedhte presidentin, pastaj thot një qeveri gjithëpërfshirëse, po sikur ta thoshte për 4 vjeçarin e ardhshëm që ta zgjedhim edhe presidentin do kuptoj, por një qeveri gjithëpërfshirëse për 6 muaj s'ka asnjë lloj logjike. Ka jo konsistencë në këtë salë, absolutisht është jo logjike çfarë s'ka. Okej, shkoj me pyetjet janë goxha shumë logjike. Presidenti kushtrim, përshëndetje edhe për analistët, pyet Bekim Azemi. Pyetje për gjithë, kush do t'i fitojë zgjedhjet e ardhshme se tjetër nuk ka mbet, po m'duket. Po nis me zonën Fatime. Po trendi është kohë shumë e shkurtër për të pretenduar që do ta fitoj dikush tjetër përveç kësaj. Munden zgjedhjet e reja me prodhu realitet të ri politik, fatkeqësisht vetëm në kurriz të 2 partive më të vogla opozitare, po situata tjetër të tjetër. A kuptuam, Rama, pyetja e njëjtë për ty? Si ishte pyetja e njëjtë se kush do t'i fitojë zgjedhjet e ardhshme se tjetër nuk ka mbet, po m'duket pyet Bekim Azemi. Rezultatin në renditje... Ama shkurt se do duhet i përfshi treka. Rezultatin në renditje nuk e besoj që ka me pas ndonjë efektit madh në këtë aspekt, por tek vota, që kemi thonë debatet e kaluara, kryesisht varet nga paketimi se si shkon zgjedhja. Nëse dikush bindet për fajt njëri tjetrit, atëherë kanë dikon rezultat, pa diskutim. Matoshi, për ty? Normalisht që zgjedhjet i fiton lëvizja vetëvendosje për me rrëmje të lirë. Me rrëmje të lirë. Ama e para del prap, dhe kjo e legjitimon domon edhe njëherë sistemin kosovar zgjedhjeve që nuk bëhet qeveri vetun më, pa koalicion. Zoti Hamiti? Për zgjedhje e ki fjalën. Po. Lokale atë përgjithshme. Përgjithshme po thot parlamentare po i bie. Jo, varet. Përgjithshme mund të jenë dyat. Varet për parlamentaret. Parlamentare. Po, kështu po thot se do të thonë gjithë më shkon. Nëse mbahen tash. Nëse mbahen tash. Lidhja Demokratike e Kosovës. I fiton? Po. I fiton zgjedhjet Lidhja Demokratike e Kosovës nëse mbahen zgjedhjet. Pse po çudish? Po thu pse po çudish më? Kish me qenë mirë.
Definitiv.